Miq, përshëndetje. Uroj që t'jeni mirë njerë gjithë kudo që ndodhen dhe për gjithë ata që agjërojnë të kenë një Ramazan dhe një agjërim sa më të lehtë të pranuar. Fushata elektorale zihen, me thënë drejtën, dhe shpresojmë që në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit njerëzit të dinë të ndërgjegjësohen dhe të dinë se ku ta fusin atë votën e tyre në zgjedhjet e 11 majit. Çfarë presim ose çfarë pritet nga tani në vazhdim, se deri tani e kemi parë, për ata që se kanë parë dori del, thirrje për protesta, thirrje për çfarë kërkon të bësh realisht. Siç e përmend edhe ti, jemi në muajin e Ramazanit dhe i uroj gjithë besimtarëve muslimanë dhe qytetarëve shqiptar një Ramazan të mbar. Zoti ja pranoft dhe ja lehtësoft agjërimin dhe uroj që shqiptarët në këtë muaj përveç faljes së gjunaheve edhe të ndërgjegjësohen, sepse jemi para një fushate elektorale ku çdo individ, çdo qytetar, çdo besimtar mund të vendosë për fatin e vet, familjes vet dhe të vendit vet. Do ta nisja me dy citate, mund të quaja hadith ose fjalë të profetit Muhammed, ku thuhet se veprat varen sipas qëllimit dhe ndryshimi vjen me gojë, ndryshimi vjen me gjymtyr dhe ndryshimi vjen me zemër. Dhe kjo e fundit faktikisht shqiptarët e marrin të mirëqen, por siç e shoh në situatën, shqiptarët ndoshta nuk kanë gojë apo nuk kanë duar që të protestojnë ndaj të keqes që ka zaptuar vendin dhe mendojnë se duke u larguar nga vendi, besojnë se po i bën një të mirë vendit apo vetes vet, por faktikisht kjo botë është materialiste dhe shumë kush që ka ikur nga kjo botë nuk ka marrë asgjë tjetër vetë se veprat e veta.